Kryeministër, keni koment të lidhur me një deklaratë dhe një status që ka bërë një kolega juaj deputete, zonja Mariana Koçeku, për kërcënime që sipas saj ka marrë nga persona të implikuar kriminalisht në zonën e Shkodrës? Unë besoj që kur një qytetar i Republikës Shqipërisë dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, ky nuk është lajm politik. Besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Kështu që besoj që asnjë qytetar i Republikës Shqipërisë nuk mundet të jetoj nën fuqinë e kërcënimit, por siç thash, kjo është një punë nga organet hetimore dhe organet ligjzbatuese si Policia e Shtetit, si Spaku, në rastet nëse kemi të tilla gjëra. Si koleg që keni qenë në një familje politike me zonjën Koçeku deri para pak ditësh, a shprehni solidaritet ndaj asaj që ajo ka deklaruar? Shpreh solidaritet ndaj çdo shqiptari dhe jo më ndaj një kolegu, sepse kur një koleg deputet shpreh të tilla shqetësime, do të thotë që është cënuar institucioni kryesor i demokracisë që është parlamenti, por po e them edhe një herë, meriton vëmendjen e plot shtetërore për t'u hetuar si një rast. A keni komunikuar me kolegën tuaj me gjatë që të komunikoj tani? Faleminderit. Ditë të marr.